Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Falënderimi takon Allahut Azza wa Jalla, atë falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Selavatet i dërgojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe krejt muslimanëve që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Këtu poshtë jemi duke folur rreth 40 haditheve të Neveviut ose Imam Neveviut dhe jemi tek dersi 64 me radhë dhe një herë tek hadithi 25 me radhë që flasmi rreth këtyre haditheve. Herën e kaluar folëm për hadithin 25, por edhe pak fjalë po i themi për hadithin 25 e pastaj me kalu në hadithin e radhës. Ky hadith që transmetoi ke Imam Muslimi, që vike për Abu Dharr al-Ghifariut radhiyallahu anhu, i cili thotë se erdhën do njerëz tek pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe i thanë që o i dërguari i Allahut, pasaneket po na kalojnë, pasaneket po ecim përpara. Se ata falen çashtu çysh po falmi edhe na, agjerojmë çysh na po agjerojmë. Mirë po ata edhe po dhojnë sadak me parat e tyre çka po ju mbesin. Pra ata pe kanë këtë shtesë dhe me këtë po na kalojnë. Pejgamberi alayhi salatu wasalam i tha se Allahu ja ka hap edhe juve rrugën, edhe ju e keni mundësinë, edhe ju keni zgjedhje. Tha që a e dini jo që sot thoni subhanallah, ju e meni sadak për këto. Kur thoni Allahu Ekber, meni sadak. Do më sikur shpërblimin e sadakës e meni. Edhe kur thoni Alhamdulillah, e meni shpërblimin e sadakës. Edhe kur thoni La ilaha illallah, meni shpërblim të sadakës. Sikur me dhon parë sadak, meni sadak me këto fjalë. Ose kur urdhëroni për të mirë dhe ndaloni nga e keqja, edhe me këto meni sadak. Edhe kur ju afroheni bashkëshortëve tuaja që keni halal, edhe në to keni sadak, i thanë, o i dërguari i Zotit, a dhe këtu, kur na domon me këto i largojmë, e çojnë në men epshin ton, knatësitë tona, a dhe këtu pas kemi sadak. Tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, e nëse ndonjëri i afrohet dikant që se ka të veten, dikun haram, a ka bërë haram? Prandaj edhe kjo edhe në këtë rast ka marrë shpërblim sadak. E pastaj këta burra, një shtesë tjetër, verset tjetër të Muslimit gjithashtu, shkun do det, po kur ndëgjum për këtë lajm, për këtë të mirë mundësi që ia dha pejgamberi alayhis salam, që ka shkojnë me thon subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, atyre sadak. Edhe të punon punë, me thon subhanallah, alhamdulillah, ti sikur ke dhënë sadak. Sikur njërin e ke po ka çkan gjon bën vakia, njerëz të varfër, i jep të varfër asane, edhe me sadak, normal shumë. Por edhe ti, si kira në bashkështë, s'po të hes puna bashkështë, edhe veç i thu që të fjallë sadak. Kur ndëgjun, sahabët e tjerë shok të pejgamberit alayhi salatu wasalam, ata e nisen, se ata në kohë sahabët njerëz të interesum me bon hajër, ju pse do ishin në atë kuptimin edhe me bon hajër, me bon mirë, edhe mushty për hajër bile. Edhe ata e nisen. E ky grupi që shkon tek pejgamberi alayhi salam, shkon na për së dyti, dhe i thanoi dërgumi i Zotit, por këta kanë dëgju për këto, çka na pa të thonë ti neve, ja ka nisë edhe këta, apet për na kalojnë. Ai pejgamberi alayhi salatu wasallam tani ja kthej tha, kjo është nimet i Zotit. Allahu kujt të dën ja jep. Ju ja dha mundsinë kaq, atyre ja dha pak më shumë. Kështu i mësoi pejgamberi alayhi salatu wasallam. Pra për këtij hadithit, ato e kanë zbatuar këto fjalë, nuk i kthehemi, vetëm se pak pika se çka mujna me përfitu prej këtij hadithi. Çka mujna me përfitu prej këtij hadithi. Nga fjala kur e përmeni pejgamberi alayhis kur tha wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyu 'anil munkari sadaqah. Edhe me urdhëru për të mirë është sadak. Edhe me ndalu nga e keqja është sadak. Nga që kjo kuptuar se çdo veprim të mirë që Islami i ka thonë i mirë, mund të mu kuptu se ti po merr shpërblim si me dhon sadakën ndoshta edhe më shumë. Çdo veprim që Islami ka thonë i mirë, për shkak se nuk e veçoi pejgamberi alayhis salam, por tha me urdhëru për të mirë. Me urdhëru për të mirë ti mund me thon, është gjë nisja tash deri në akşam se nisës. Me thon për shembull, njonit fal mirë, është urdhërim për të mirë. Me thon tjetrit
ruje namazin, është urdhërim për të mirë. Mi thonë tjetër jep sadok se ki pare, është urdhërim për të mirë. Mi thonë tjetër bënu i sjellshëm të afërmit të tu me babojnë tant, është urdhërim për të mirë. Mi thonë bënu i sjellshëm me familjen ma gjonë se baba, me vllavin, motrën, është urdhërim për të mirë. Mi thonë sillu mirë me kujshien, është urdhërim për të mirë. Me i thonë përpiqu me marr dijen, bëhu i ditur, mësoj Kur'anin përmendsh, nëse të s'moj përmendsh, ani mësoj në ajet, ose në sure, mësoj diçka përmendsh, është urdhërim për të mirë. Ose mësoj hadithet e pejgamberit alayhis salam, për shkak se shpërblimi është i madh veç me mësu hadithe, që kena përmend që veç me mësu hadithe, me zonë që është hadithi, me mësu tërek përmendsh, edhe mja thot të tjerve, je për atyre që pejgamberi ka bodo më të zdrit ftyra jote, e urdhëm se hadithe përmendsh, sorrin këtë sekuti, sorrin për shembull këtë kërshpine, edhe veç e këshyr tavonin, kërë që sorrin veç ashtu, atëherë bani këtu vepra të mira, ti këtu urdhërim për të mirë që i të jabo, kërejt në këtu, prej kësoj pjesës të hadithit, kuptuot që ke hinë sadok, ke mor sadok, që sa letë është me fitu të mirën. Ose, pjesën e dytë, wa nahyu anil munkari sadaka, edhe me ndalu nga e keqja. Çdo sen që Islami e ka po të keqe, edhe që nuk bjen thuj se ndesh me natyrshmërinë e njeriut, se të këqija që Zoti ka ndalu, nuk bin ndesh me natyrshmërinë e pastërt të njeriut, të këqija që ka ndalu. Edhe urdhëresat që Zoti i ka bon, s'janë kundërshtim me logjikën e pastërt të njeriut. Zota që gjithçysh me përshtat logjikës, po e themi edhe kështu kushtimisht. Edhe me ndalu nga e keqja. Për shembull, nga që ki fjale pejgamberit, kur ti i thu njonit, qysh bre, po ti kam dëgju që po flet keq, po gënjen, mos gënjen, e ndalën nga e keqja. Portit urdhënëshe për të mirë, tash ti ndalën nga e keqja, mos gënjen. Mos mashtro, se s'ban me mashtru, se Zoti e ka ndalu. Edhe pejgamberi me ka ndalu. Ka thonë në ghashana felejse minna, kush na mashtron neve së shprej neve, ti mos mashtroj thu. Ose kam dëgju që ti po ose kam dëgju ose po të ndëgjoj që ti po flet keq. Po flet keq. Po shon shumë. Mos shoj, mos e kesh të ndaluar, se i bjen sikur ti e ke shon nonën tënde, i ke hinë hak nonës tënde nëse ja shon nonën tjetrit. E ndalën. Dhe halum me gjerre. Edhe sikur kjo vepra dhe në fund. Kërejt ashti qka e ndalën, dikan, këtë me fjallë të leta, të ndoshtë të thush, për shembull, mo, këm dëgju që pele namazin, të gjëzotit, namazin nuk lihet, namazin është obligim, pa ton s'ban me shku në akeret heq, së është pyetja por që Zotit ka me të pynë ditën e gjykimit, në raport me ste dhe Zotit, është namazin edhe i flet, që tu që e ndalën këne, që më smelon, e ndalën nga e keqa, edhe porzi që e përmenda, e ordrën për të mirë, cilën do pikë për tyre që banë prej hadithit, nëziret se je duke mosh problemin e sadakas. Kjo është si dobi që nëziret prej hadithit. Pastaj prej hadithit këtu nëziret edhe vlera e fjales kur thejme na subhanallah. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Allahu akbar. Të leta për gjuhën, por të rëndësishme tek Allah azza wa jall. Të leta për mi thonë, por të rëndësishme, merë se vop, merë shpërblim. Për nga hadithi, kuptuat vlera e dhikrit, vlera e këtyre fjalëve. Edhe tani, që mas çdo namazi kur thu vlerën, nga që kuptuat, edhe nalët ja këshyr, vlerën me thonë 33 herë subhanallah mas namazit, së shpërblim paske, 33 subhanallah, alhamdulillah 33 herë, Allahu akbar 33 herë, edhe dhikret e tjera, ose një dhikr tjetër që ka 10, e një dhikr tjetër që ka 25, e një dhikr tjetër ka 33, jo, 33 në fund, la ilaha illallah wa la sharika lahu, lahul mulku wa lahu kullu qadir. Edhe një dhikr tjetër që ka 34, edhe një dhikr tjetër që ka 33, edhe mos me thonë hiç, la ilaha illallah wa la sharika lahu, lahul mulku wa lahu kullu qadir. I thash blic. Kur e kupton rëndësinë e tyre, atëherë nga që kjo hadith kuptohet sot rëndësishme kë ka dhikri dhe këtu fjalët mi përmend. Sot rëndësishme kë kanë
So që aq shpërblimi tek Zoti, shpërblim, po në mesin e tyre edhe shpërblim bile sikur ti më dhon sadak. Njoni Mërana xhamis, unë shpezon pak ma i varfër. Edhe xhamia ka një sunduk atë, sadak për xhamin. E ka një sunduk. Mirë po, ajo është i varfër. Nuk i ka ranet me lanë në sundukën atë, por gjuhën e ka të lehtë. Gjuha e tij vazhdimisht e subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dhikr. Assalamu alaikum për shembull. Çuve kur të hish për shembull ti në mesin e një grumbullit të muslimanëve, është etike, sunneti fort që ti më thon selam aleikum. Edhe është për vajibateve, vajib tani. Njëri prej më thon aleikum selam. Për vajibateve e merr shpërblimin. Këto janë krejt çka mundet mu kuptu dhe mund nxjerr prej këtyre haditheve. Ose për këtij hadith. Pastaj a e vërtet kur i tha pejgamberi edhe më u afru bashkëshortës ose sadak. Kjo është një çështje mubah, e lejuar. Fillimisht s'ka orë tekstet prej me çka që ka shpërblimin kush i afrohet. Çka nuk ka fol kështu. Po nga që kjo pjesë e hadithit kuptohet që çdo vepër e jutja, e cila pasaj të ndihmon me ju afru Allahut, dhe e vepër mas s'ka ndales, është veç në shënjetin bëhet ibadet. Për shembull, në këtë rast i afrohesh bashkëshortës edhe në shënjetin se pi afrohuna, mu largu mendimet e këqija për një sen tjetër, i afrohuna edhe me njetë me ko ma i qelt, ma i afër me Allahun, mersh problem. Pastaj, njoni për shembull shkon me plajt ma heret. Thot po shkoj po plajt pak ma heret se du mu qu me njetin, se du mu qu në gjysë natës me fol namaz natë. Mersh problem se për shumë me plajt ma heret. Njoni për shembull s'ke plani ti, nuk është një çfarë që han dorë, kanë për shembull, se janë disa njerëz hojnë 3 herë, dikush thon më shumë, dikush 2, dikush 1 herë veç, han ditë. Edhe tashti dikush thot, unë ka 1 herë ha, po sot po ha edhe 1 herë pak më shumë. Ka dorë ka për shumë. Se njetit e tij është njetit e tij që të qohë në gjysmë natës e të baj më shumë ibadet. Veç pse bën këtë plan, hangër buk, e që buka është veç halal, mubah. Ndërsa han pak më shumë që natën mu përgatit, atëherë ka shpërlim. Prej kësaj pjesës hadith kur thotë më afru bashkëshortës, në diçka që është veç e lejuar, kur e nesh njetin bëhet sevap, bëhet shpërblim. Ose njëri për shembull, është nis dikon një luftë me pabesimtarët. Edhe ky është pak i dop, as ngan as në hecë as gjë. Po çka janë nisi tash po mirët me ushtrime. Ushtrimet, çka mund më thon mubah diçka. Po janë nis pastaj me ushtrime mirët, me vrapime me sene. Pse? Për shkak se du me kon më i fort. Nëse më shkon betejë, jam më i fort, më i lehtë, por edhe nëse ose më qum me nejt kom më shumë, unë kur pa ushtroje po bona më i fort, më shumë po rin kom namaz edhe. Këtë rast, edhe këtu që veç janë të lejuara, merr shpërblim për të. Prej kësaj pjesës të hadithit. Pastaj këta sahabët kur ju ngatru kjo çështje, çka thanë? Hajde, shkojmë ku shkun? Te mësuesi i tyre, tek pejgamberi alayhis salam. O i dërguar i Zotit, të posërit po na kalojnë. Qysh mja bë tek mja bë çka hadithi. Nga që kjo pjesë, unë tash jam të kalluar çka më nxjerr pe hadithit. Nga që kjo pjesë muna më nxjerr ato që kur të pështjellen meselet ty, kur të pështjellen disa çështje që s'unja din, nuk dim ju përgjigj, atëherë i drejtohesh njerit më të ditur që ti e njeh. E kina ngatrim mesele, në çështje të fesë, sun bi bien fije, pyeti njerëzit më të dijes. Se këta sahabë çka s'di çysh mja bë tek mja bë, na u kanë ngatruar që kjo, se dhibre vjen ky haxhia tat, a unë pota më të drejt hoxh, haxhia tjetër ne, a unë pota më të drejt se banëm çështë bletëm çështë diçka për xhamin që kishim ble. Vëllai problem. Domethënë tashti sun bi bien fije, hajde ta kshym çka po natat edhe hoxha. Me këto mësojmë pe hadithit kur kina ngatres, nai problem, ne që sonë zgjidhni ju, i kthesh njeriu më të ditur. Kështu edhe ka thonë Allahu Azza wa Jall. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Kur e keni ndaj çështje tha Allahu në Kur'an, kur e keni ndaj çështje që s'e dini,
naj mesele që sëm po i binin fije, çka tha? Pyeteni njerëzit e dijes. Pyeteni njerëzit e dijes. Si të ngatrohet naj mesele? Vallai mu ka ngatru, se di, unë tashti a me i dhon mes, me i dhon mes kokës kur të marr abdes, a me i dhon veç me një gisht me prej kështu me isën e kokës, veç me gisht, a me 3 gishta, a me një dorë komplet, a cila është a ma një kokës kërejt, cila është me mira? Tanë të ka ngatru të që ke lexu disa versete, disa fjalë, agji, i ke lexu disa fjalë, së në bjen fije, hajtë ta pysë mi hoxhën, e hoxhat ka dhënë, qëre, që kje qështu, që kje, e ma e mira, për këtë, është mja dhon kokës kërejt. Tu s'ko 2 fjalë asë në 14 hebet. Ma e mirë është mja bo kokës komplet këtë jebë një mes. Hajtë ta ka dhënë, përmena si rast. Por prej kësaj pje, prej këtij haditi, përderisa sahabët, kur e kishin një diçka që dëshin mja sqaru, ju drejtun pejgamberi mësuesit e tyre, edhe neve duhet çashtu. Kur na ngatrohen meselet, më ju drejtu njerëzve më të ditër. Ju xhamoti i drejtojnë hoxhës, sukush hoxhës ju, po bja lafe, që ato që ta kanë më shpesh, ai nxon si mësuesit e vet, ndërsa edhe na hoxhëllon, valla edhe mu, plot herë kur ngatrohen meselet, unë i pyes do më të mëdhaj se unë. A thu që tu, kam lexuar çështu dhe çështu, po akuzoj me i thonë çështu, tani ata më dhonë një përgjigje më të mirë. Edhe prej kësajna tjetër që muna me nxjerr prej hadithit, është edhe ajo se ka i herë lejohet me bo krahasim. Ka i herë lejohet me bo qiyas, krahasim. Argument për çti hadithit, argument se pejgamberi bëri krahasim. Kur i than, oj dërgumi Zotit, edhe me ju afru bashkëshortës, pas këmi sevopa, pejgamberi tha, gjmoni krahasim pejgamberi, e me bo me ju afru një të ndaluarës, a pas një gjuna, po, boni krahasim. Edhe nana i herë, lejohet ku t'ja sqarojsh në kujt në mesele në çështje për me bon pak më të qartë për ndëgjuesin, ban me bon krahasime, Për shembull, a vi shpesjellë kështu. Për shembull, na i themi, jo çdo kush që mund me bon krahasime ose jo gjithherë krahasuesi ja qellën. Sqaroj aty hoç pak kështu. Që po ja bi shembull, sikur pejgamberi që buni krahasim. Që ose si shembull pruni. Hajde. Për shembull, i pari që ka thonë Muhammed ibn Sirini për ta vende. Ka thonë, i pari që ka deviju, kur i ka krahasu senet, a din kush është? Ka thonë është Iblisi. I pari është Iblisi. E pse Iblisi? Se Iblisi ka bërë krahasim. Ka thonë, kur Zoti tha, e pse tha nuk, kur Zoti tha, e pse nuk i bone sejdë Ademit, kur në tash bëni sejdë, si a the Iblisi? Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. O Zot, unë jam më i mirë se mu më ke kriju prej zjemit e ato e ke kriju prej lloçit Ademit. Edhe buni një krahasim, mendoj që zjarmi është më i mirë se lloçi. Dak lloçi është më i mirë se zjarmi. Kështu e humbi tha Ibn Sirini për ta benve i pari. Edhe na tash ju gjithkohë që bën krahasime çështë të fesë ja qellën. Ju gjithkohë. E komencinjoni me krahasim i pari që ka deviju është Iblisi. Po kështu kështë të thonë njëtë përgjithme, shka nxjerrët prej hadithit që lejohet nëjëherë mja bo krahasim, kjo çështje është sikur që kjo, ose kjo si kjo. Për shembull kur themi alkooli është i ndaluar, kur i gjanë për shembull dietarët kur flasin, alkooli është i ndaluar, por edhe këtu drugat çka janë, edhe këtu janë të ndaluara, se domi mes ka bon krahasim. Domi mes kësajna dhe alkooli bili kësajna domi edhe më i madh. Përdesë alkooli është ndalu, kjo është edhe më e madhe. Kështu disa sene që ka i nxjerra prej këtij haditit të 25, e inshallah radhën e ardhshme flasmi për hadithin e 26 inshallah. Lusmi Allahun të na falë të na mëshirojë. Lusmi Allahun azza wa jalla xhenet me pejgamberët e na takon. Walhamdulillahi rabbil alamin.